Personat që hanë hurma kaki duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do habiteni. Është plot me vitamina dhe minerale, por kujdes që ta përfshini atë në dietën tuaj. Molla e famshme japoneze e njohur ndryshe si hurmë kaki është shumë e shëndetshme, por duhet të keni kujdes për dy gjëra kur e konsumoni. Molla kaki ose persimon, e njohur edhe si molla japoneze, është jashtëzakonisht shëndetshme. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe mund të duket si një domate. Hurma është e pasur me vitaminën A, C dhe gjithashtu përmban mineralet si hekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim i mirë i fibrave dhe antioksidantëve dhe mund të ndihmojë në forcimin e imunitetit. Përafërsisht, një hurmë në ditë mund të ofrojë rreth 70 kalori. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të nxjisë një rritje të imunitetit dhe gjithashtu një furnizim të trupit tuaj me të gjitha mineralet e rëndësishme për aktivitet të lartë gjatë ditës.